والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Për fikun dhe ullirin dhe për malin Turi Sina dhe për këtë qytet të sigurt. Vërtet ne kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur, më të bukur. Allahu i lartësuar është betuar në fikun dhe në ullirin. Në malin Turi Sina, si dhe në qytetin e sigurt, Mekën. Allahu i lartësuar betohet në çfarëdo lloj gjëje që dëshiron për krijesave të tij. Ndërsa njerëzit duhet të betohen vetëse në Allahun subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar është betuar në fikun dhe në ullirin për shkak të dobive të tyre. Fiku dhe ulliri janë dy fruta shumë të dobishme për organizmin e njeriut. Janë të efektshme për shërimin e shumë smundjeve. Fiku është shumë i shëndetshëm për trupin e njeriut, sjell shumë dobi për trupin e njeriut. Po kështu edhe vaji i ullirit është shumë i dobishëm për organizmin. Është shumë i dobishëm për trupin e njeriut. Vaji përdoret si ushqim, përdoret si ilaç, duke e pirë, përdoret dhe për lyrjen e trupit. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në hadith të vërtet: "Kulu zejta waddahinu bih, fa innahu min shajaratin mubaraka." Hajeni vajin e ullirit dhe lihuni me të, sepse ai është prej një peme të begatshme. Allahu i lartësuar pra është betuar në këto dy fruta për shkak të dobive të tyre. Dhe për shkak se këto fruta kultivohen me shumicë në Sham, në Palestinë, ku ka qenë i dërguar i Zotit Isa alayhi salatu wassalam. Dhe po të vështrojmë me vëmendje, Allahu i lartësuar është betuar në fikun dhe ullirin, të cilat gjenden me shumicë ose kultivohen me shumicë në Sham dhe në Palestinë, ku banonte Isa alayhi salam. Është betuar gjithashtu në malin Turi Sina, një mal ky në të cilin Zoti subhanahu wa taala i foli Musës alayhi salatu wassalam me fjalë. Është betuar gjithashtu dhe në qytetin e sigurt. Qyteti i sigurt është Meka. Këto janë tri vendet në të cilat Allahu i lartësuar ka zbritur shpalljet më madhështore. Dhe në këto tri vende kanë qenë tre nga të dërguarit më të zgjedhur, më të dashur tek Allahu i lartësuar, më të përkushtuar ndaj Zotit: Musa, Isa dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Në vendin ku kultivohen me shumicë fiku dhe ulliri ka qenë Isa alayhi salatu wassalam në Palestinë, ndërsa në kodrën Turi Sina ka qenë Musa alayhi salatu wassalam, sepse Zoti i Madhërisht atje i foli Musait me fjalë, siç thot në Kur'an: "Wa kallama Allahu Musa taklima." Allahu i lartësuar i foli Musait me fjalë. Ndërsa në Mekë ka qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Vërtet ne e krijuam njeriu në trajtën më të përkryer, në formën më të përsosur. Allahu i lartësuar e krijoi njeriu në formën më të bukur. Njeriu është krijesa më e bukur e Allahut të lartësuar. Dhe s'ka dyshim kjo është një ndër mirësitë e mëdha që Zoti i Madhërisht ka bërë njeriut. I ka dhënë trajt të bukur, i ka dhënë formë të përsosur. Kjo është një mirësi për cilën duhet ta falenderojmë Zotin subhanahu wa taala. Duhet ta lavdërojmë Allahun i lartësuar. Duhet i bëjmë ibadet Zotit subhanahu wa taala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin.
Pas kësaj, thot Allahu i lartësuar, ne e kthyem atë në gradën ose në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Është fjala për ata njerëz që nuk janë mirënjohës ndaj Allahut, që nuk besojnë Zotin dhe nuk punojnë punë të mira. Këta njerëz do të përfundojnë në fundin e zjarrit të xhehenemit, Zoti na ruaj prej tij. Zjarri i xhehenemit ka disa shkallë. Mosmirënjohësit, kafirat, do të përfundojnë në shkallën më të ulët të tij, sipas shkallës së kufrit të tyre. Ka njerëz që do të shkojnë në zjarr dhe që do të jenë në shkalla më lartë dhe ka që do të jenë më poshtë, sipas shkallës së kufrit të tyre. Thumma radadnahu asfala safilin. Pas kësaj, thot Allahu i lartësuar, ne e kthyem atë në pikën ose në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Sipas një shpjegimi tjetër, këtu flitet për njeriu që kalon në një moshë shumë të thyer, në një gjendje më të ulët se sa fëmijët, njerëzit e smur dhe njerëzit e dobët. Pra, bëhet shumë i thyer në moshë dhe matufoset. Ky arrin në shkallën më të ulët të jetës. Bëhet edhe më ulët se sa fëmijët, edhe më ulët se sa njerëzit e dobët, edhe më ulët se sa njerëzit e mbetur ulok, për shkak të ndonjë smundje kronike. Por mendimi i parë është më i saktë, se këtu është fjalë për kafirat të cilët Allahu i lartësuar do t'i çojë në zjarrin e xhehenemit, në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Thumma radadnahu asfala safilin. Në qoftë se njeriu nuk i vlerëson të mirat që i ka bërë Allahu, në qoftë se nuk beson Zotin subhanahu, në qoftë se nuk vepron mirë, atëherë ai do të përfundojë në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Zoti na ruaj. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Me përjashtim të atyre që besojnë dhe që punojnë punë të mira. Falahum ajrun ghayru mamnun. Ata do të kenë shpërblim të pandërprerë. Shpërblimi i tyre as nuk do të paksohet dhe as nuk do të ndërpritet. Pra, qafira do të shkojnë në zjarr. Dhe zjarri është krijesa më e ulët, më e poshtme, zjarri i xhehenemit. Ndërsa besimtarët në Allahun, të cilët besimin e tyre shoqërojnë me punë të mira, do të shkojnë në xhenet. Dhe atje shpërblimi do ta kenë pa ndërprerje. Kënaqësi do të jenë të vazhdueshme për ta. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Por ata që besojnë dhe punojnë punë të mira do të kenë shpërblim të vazhdueshëm. Shpërblim që nuk ndërpritet kurrë. Fema yukadhibuka ba'du bid-din. O njeri, ç'të shtyn pas kësaj që të përgënjeshtrosh ditën e llogarisë, ditën e shpërblimit. Ç'të shtyn që të mohosh atë ditë kur Allahu i lartësuar do t'i mbledhë njerëzit, do t'i marrë llogari dhe do t'i shpërbejë sipas punëve të tyre. Faktet mbi ringjalljen janë të shumta. Allahu i lartësuar na krijoi neve mbasi nuk ishim fare. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa që janë më të mëdha se sa njeriu. Allahu i lartësuar e ri për të rinj jetën në çdo moment, në çdo sekond. Sepse në çdo sekond ka gjallësa të cilat vinë në jetë. Vdesin disa gjallësa dhe vinë në jetë disa të tjera. Një dëshmi kjo e qartë mbi ringjalljen. Allahu i lartësuar ka dhënë argument edhe për shiun. Rënien e shiut. Shiu bie në tokë dhe ringjall tokën, pasi bëhet e shkret dhe e vdekur.
Edhe ky pa diskutim është argument për ringjalljen. Atëherë, pas të gjitha këtyre argumenteve të qarta, ç'të shtyn që të mohosh ringjalljen? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? A nuk është Allahu i lartësuar gjykatësi më i drejtë? Ose jo? A nuk është Allahu i lartësuar më i urtë të urtëve? Ose jo? Allahu i lartësuar është më i urtë. Dhe Allahu i lartësuar nuk mund ta lëjë njeriu pa urdhëruar dhe pa ndaluar. Nuk mund ta lëjë njeriu pa e marrë në llogari, sepse kjo do të ishte kotësi. Në veprat e Zotit nuk mund të karakterizohen si të kota, si të padrejta, si të pahishme. Çdo gjë Allahu i lartësuar e bën me urtësi. Çdo gjë Allahu i lartësuar e bën për qëllime të larta. Dhe qëllimi i krijimit të njeriu është që ai të adhurojë Zotin. Kështu që njeriu do të urdhërohet dhe do të ndalohet. Është urdhëruar për disa gjëra dhe është ndaluar nga disa gjëra. Dhe në ditën e gjykimit do të merret në llogari për atë që ka bërë në këtë dynjë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "E yahsabu al-insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna?" A mendon njeriu se do të lihet kot, pa urdhëruar dhe pa u ndaluar? Nuk mund të lihet në këtë mënyrë njeriu, sepse kjo nuk do të ishte urtësi. Allahu i lartësuar është i urtë dhe të gjitha veprimet e Zotit janë të urta, janë në përputhje me urtësinë. Ky ishte shpjegimi i surës At-Tin.